Pas 15 muajsh hetime, SPAK i ka dhënë fund çështjes penale me numër 75 fraksion 3 që bën fjalë për aktivitetin kriminal të grupit që drejtohej nga dy vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja. Mbyllja e kësaj dosje penale dhe dërgimi 34 të pandehurve në gjyq për një seri akuzash të rënda u diskutua 2 ditë më parë dhe në procesin gjyqësor plumbiar, ku njëra nga avokatet kërkoi largimin nga seanca gjyqësore pasi duhet ishte e pranishme në komunikimin e akuzës për Altin Docin. Kjo është organizata e parë kriminale që SPAK çon për gjykim. Janë plot 34 të pandehur, mes cilëve 2 vëllezërit Çopja, ku njëri ndodhet në kërkim dhe tjetri arrestuar në Belgjik, kurse personat e tjerë janë anëtarë të grupit të drejtuar nga 2 vëllezërit, ku mes të pandehurve është edhe Pajtime Fetau, ish gjyqtarja e gjykatës Elbasanit. Pak ditë më parë, Pajtime Fetau u paraqit në SPAK duke u akuzuar për veprën penale të korrupsionit, ndërsa të pandehurve të tjerë u është komunikuar akuza në ditë të ndryshme. Kjo dosje është një ndër më voluminozet që SPAK ka dorëzuar në gjykatë, duke çuar të pandehurit për disa krime të rënda si vrasjet ndodhura në segmentin rrugor Elbasan-Peqin, sigurimi kushteve për të vrarë, Rion Alibej, Nureddin Dumanin, vrasjen e 3 fisht në Bradashesh të Elbasanit dhe deri tek vrasja e Klevis Kaplanit në Sinaballaj të Rogozhinos. Mes akuzave që ka ngritur prokuroria është edhe ajo e pastrimit të produkteve të veprave penale deri tek korrupsioni e të tjera. Pritet që tashmë çështja të çohet në gjykatë, ku do t'i nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor. Kjo dosje zbardhi 4 atentate që lan pas 6 të vdekur. Bëhet fjalë për masakrën e Bradasheshit, ku vranë Endrit Alibej, Albert Dylgjeri dhe Erdal Duranaj, vrasjen e Klevis Kaplanit, atentatin ku mbeti i vrarë Klevin Baho dhe vrasja e Andi Zlyfit, ngjarje të cilat rezultojnë se janë urdhëruar nga vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja. Gjithashtu me urdhër të dyshes numërohen edhe 16 tentativa të dështuara, 4 për të vrarë Rion Alibej, 2 për Nureddin Dumanin, atentati i dështuar kundrejt Kej Pikut dhe Irfan Azizit dhe tentativat e tjera për të tjerë personazhe rival të tyre që ende nuk u janë zbardhur emrat. Vëllezërit Çopja sipas SPAK-ut kanë qenë dhe truri i grabitjes së rinasit. Dyshja ndihmoheshin dhe nga punonjës në institucionet të drejtësisë. Përmendim këtu gjyqtaren Pajtime Fetau, që është lënë në masën e sigurisë arrest shtëpi, dhe një punonjëse të administratës gjyqësore të gjykatës së shkallës së parë që u kalonte të dhënat sekrete, e cila është motra e Regis Runajt. Sipas SPAK-ut, vëllezërit Çopja kishin rekrutuar dhe 2 punonjës policie në grupin e tyre. Gjatë operacionit janë sekuestruar 1 milion euro kesh dhe 42 pasuri, mes tyre prona e llogari bankare. Vet Franc Çopja ndodhet i arrestuar në Belgjik, ndërsa Hajdar Çopja ndodhet në Dubai.